Barazia gjinore në Kosovë, kur politika flet për barazi, por listat tregojnë patriarkatin. Kosova ka pasur presidente gra. Ka pasur figura të forta femërore në politikë, në institucionet, në diplomaci dhe në jetën publike. Atifete Jahjaga u bë presidente e Kosovës në vitin 2011, ndërsa Vjosa Osmani u zgjodh presidente në vitin 2021, duke u bërë gruaja e dytë në krye të shtetit. Por kjo nuk mjafton për të thënë se Kosova ka arritur barazi gjinore në politikë. Përkundrazi, të dhënat nga listat zgjedhore tregojnë një realitet tjetër. Në totalin e subjekteve politike të analizuara, nga 1.279 kandidat, vetëm 420 janë gra, ndërsa 839 janë burra. Kjo do të thotë se gratë përbëjnë vetëm 34% të kandidatëve, kurse burrat 65%. Kjo shifër nuk është thjesht statistik. Është pasqyrë e një sistemi politik ku gratë janë të pranishme, por ende jo të barabarta. Janë në lista, por jo mjaftueshëm. Janë në skenë, por shpesh jo në qendër të vendimmarrjes. Janë të ftuara në politikë, por jo gjithmonë të trajtuara si fuqi reale politike. Kuota nuk është barazi. Kosova ka mekanizma ligjor që synojnë përfaqësimin gjinor. Ligji zgjedhor ka parashikuar kuotë gjinore për listat e kandidatëve, ndërsa gjykata kushtetuese ka trajtuar edhe çështjen e kuotës gjinore në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, duke vendosur se neni për kuotën gjinore nuk bie ndesh me kushtetutën. Por problemi është pikërisht këtu, partitë shpesh e trajtojnë kuotën si tavan, jo si dysheme. Me fjalë të tjera, në vend që të thonë të paktën kaq gra, shumë subjekte politike sillen sikur mjafton minimumi ligjor për të larë duart me barazinë gjinore. Kur në një shoqëri gratë janë rreth gjysma e popullsisë, por në listat politike përfaqësohen vetëm me 34%, atëherë nuk kemi barazi. Kemi pjesëmarrje të kufizuar. Kemi një përfaqësim të kontrolluar. Kemi një politikë që ende ndërtohet kryesisht nga burrat, për burrat dhe sipas rregullave të burrave. Presidentet gra nuk e mbulojnë pabarazinë. Argumenti se Kosova ka pasur presidente gra përdoret shpesh si dëshmi se vendi ka përparuar shumë në barazi gjinore. Po, Kosova ka pasur presidente gra. Dhe kjo është arritje e rëndësishme. Por një grua në krye të shtetit nuk e zgjidh automatikisht problemin e pabarazisë gjinore. Një presidente grua nuk e bën automatikisht sistemin të barabartë. Një figurë e lartë femërore nuk e ndryshon faktin se në bazën e politikës, në listat zgjedhore, në strukturat partijake, në financimin e fushatave, në mediatizim dhe në vendimmarrje, burrat vazhdojnë të dominojnë. Barazia nuk matet vetëm me emrin që qëndron në majtë të piramidës. Barazia matet me atë se sa gra kanë mundësi reale të hyjnë, të konkurrojnë, të fitojnë, të drejtojnë dhe të ndikojnë. Shoqëri patriarkale, politikë patriarkale. Shifra 34, 4% gra kundrejt 65, 6% burra tregon qartë se Kosova ende përballet me një kulturë politike patriarkale. Kjo nuk është vetëm çështje partie. Është çështje shoqërie. Në shumë raste, gratë në politikë përballen me më shumë dyshime, më shumë paragjykime, më shumë sulme personale dhe më pak mbështetje strukturore. Ato shpesh duhet të dëshmojnë shumë më tepër se burrat për të marrë të njëjtin besim. Një burr në politikë shihet si lider potencial, një grua shpesh shihet si përjashtim që duhet të arsyetoj praninë e saj. Kjo është e gabuar. Jo vetëm moralisht, por edhe politikisht. Një demokraci që nuk i përfaqëson gratë në mënyrë të barabartë është demokraci e cunguar. Një parlament ku burrat dominojnë listat, debatet dhe vendimet nuk mund të pretendojë se përfaqëson plotësisht shoqërinë. Problemi nuk është vetëm në politikë. Pabarazia gjinore në politikë është vetëm maja e icebergut. Ajo lidhet me tregun e punës, pronësinë, pagat, trashëgimin, dhunën në familje, përfaqësimin në media, rolin e grave në ekonomi dhe mënyrën se si shoqëria i edukon vajzat dhe djemtë. Kur një vajzë rritet në një shoqëri ku vendimmarrja publike shihet si territor burrash, ajo pengohet që në fillim. Kur gratë shihen më shumë si dekor në lista sesa si lidere të barabarta, politika humb cilësi, humb drejtësi dhe humb besueshmëri. Raporte të ndryshme ndërkombëtare kanë theksuar se pjesëmarrja e grave në politikën e Kosovës mbetet e kufizuar nga pengesa strukturore, financiare, kulturore dhe partijake. Partitë duhet të mbajnë përgjegjësi. Nëse partitë politike në Kosovë flasin për demokraci, ato duhet ta tregojnë demokracinë në listat e tyre. Nuk mjafton të vendosin gra vetëm sa për të plotësuar kuotën. Nuk mjafton t'i vendosin gratë në pozicione simbolike. Nuk mjafton t'i përdorin në fushat dhe pastaj t'i lënë jashtë vendimmarrjes. Partitë duhet të garantojnë më shumë gra në pozicione fituese, më shumë gra në kryesi, më shumë gra në debate publike, më shumë gra në negociata politike dhe më shumë gra në poste ekzekutive. Sepse pa këtë, barazia gjinore mbetet fjalë e bukur në dokumente, por jo realitet në jetë. Kosova nuk mund të krenohet vetëm me faktin se ka pasur presidente gra, ndërkohë që në listat zgjedhore gratë janë vetëm 34% dhe burrat 65%. Ky është një tregues i qartë se barazia gjinore në politikë ende nuk është realitet. Kjo nuk është luftë kundër burrave. Është luftë kundër një sistemi të vjetër që i ka mësuar burrat të sundojnë dhe gratë të presin radhën. Por demokracia nuk funksionon me radhë të pabarabarta.
Demokracia funksionon me pjesëmarrje të drejtë. Kosova ka nevojë për më shumë gra në politikë, jo për kërkon, jo për statistikë, por për pushtet real, zë real dhe vendimarrje reale. Sepse një shtet ku gjysma e shoqërisë nuk përfaqësohet siç duhet, nuk është shtet plotësisht i drejtë.